Ekipi Lezhjan i Beslidhjes në futboll e ka mbyllur ciklin e ndeshjeve miqësore të fazës përgatitore me fitore. Në përballjen e 5 të zhvilluar në Lezhë, Beslidhja triumfoi me rezultatin 2-1 ndaj ekipit të Drenicës së Kosovës, skuadër që militon në kategorinë superiore. Golat përvendasit u shënuan që në pjesën e parë nga Marku dhe Çurbanov, ndërsa kjo ndeshje shërbeu si një test i rëndësishëm për trajnerin Elvis Flori për të parë gjendjen e skuadrës dhe të lojtarëve para nisjes së fazës së parë të kampionatit. Nga të gjitha miqësoret ishte përmbyllja e një mini faze përgatitore dhe them se ishte një mbyllje dinjitoze, duke ditë se çfarë kundërshtarit kishin përpara. Ishte një kundërshtar i cili jo vetëm që militon në Superligën e Kosovës, por pavarësisht klasifikimit, ishte një ndër skuadrat më aktive në merkatin e dimrit. Pra ajo siç keni mësuar edhe nga informacionet e ardhura me ardhin e Bërdaricit të kjo skuadër, ka mbledh disa lojtarë të cilët kanë qenë protagonista dhe faktorë në Superligën shqiptare. Pra një skuadër me goxha strukturë brenda. Jam i kënaqur se si luajtën djem, jam i kënaqur sepse edhe unë shikoj më mirë skuadrën në të tilla nivele kur ka përballë të tilla skuadra. Them se duhet vazhdojmë kështu, jo vetëm me punën e bëme, por duhet vazhdojmë kështu edhe me mënyrën e interpretimit të lojës. Na presin disa sfida të forta, të cilat ne duhet të jemi një skuadër solide, jo vetëm në fazën sulmuese të lojës, por edhe në fazën defensive, dhe kjo ishte një eksperiencë e mirë kjo ndeshje miqësore, ku më ka dhënë me kuptu më së miri se çfarë duhet të rregullojë dhe çfarë është bërë mirë deri tani. Tonio ka vetëm besimin tim, ai ka besimin e gjithë skuadrës. Ne kam theksuar më përpara, është një afrim me vlerë, i cili ne na ka ndihmuar shumë, jo vetëm në fazën mbrojtëse, por edhe në këto standarde, se është një lojtar i cili shpeshherë bëhet protagonist në golat e tij. Sot kisha edhe mungesë edhe Marko Mollën, i cili edhe është një afrim i janarit, por në gjendjen gripale e tij na bëni që të mos ishte e mujtën, po ashtu edhe Hilen. Kisha dy lojtarë të cilët ndoshta do kishim nevojë që të meshin edhe ato disa minuta, por gjithsesi me të gjithë lojtarët jam i kënaqur. Ka dhe ju dini se tashmë janë afruar dhe djem të rinj të cilët po transmetojnë dëshirë dhe po shkrihen shpejt me grupin. Një nga prurjet e reja të ekipit, Antonio Marku, i cili realizoi edhe një gol në këtë ndeshje, shprehet se përgjegjësia është e madhe për të përmbushur objektivat e vendosura nga klubi. Merita Cruz për kërësimin e asistin. Thjesht adin jam shumë i gëzuar, falenderoj Zotit sepse adin kjo ishte misionia jam e dytë dhe fillova edhe realizova. Kështu që shpresoj që të vazhdojmë me këta rezultate dhe unë të mundem me kontribu jo vetëm mbrojtje, po edhe në sulm, pse jo. Me thonë drejtën, përgjegjësia shumë e madhe të unë dhe të tonë, sepse presidenca i ka kriju të tonë kushtet e mundshme si një ekip Superligët. Dhe kështu që të kenë tona kushtet në rregull, përgjegjësia është shumë e madhe. Por kjo përgjegjësi uroj që të kthehet domethënë në forcë dhe ngzim, në motivim që ne me realizu ato objektiva që kena. Gjatë fazës përgatitore, Beslidhja ka zhvilluar 5 ndeshje miqësore me ekipe me mjaft eksperiencë, duke arritur 2 fitore dhe 3 barazime. Ndërkohë, ndeshjen e parë të fazës së 2 të kampionatit, ekipi Lezhjan do të zhvillojë të shtunën e 31 janarit në Lezhë përballë ekipit të Basanjas.